Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mbrëma të nderuar miq, mirë se takohem në emisionin Matri Super Sfida. Super Sfida është një format internacional ato ku shfaqur deri me tani ka patur suksese të jashtëzakonshme. Ne besojmë që njëjta gjë do të na gjej edhe në gjuhën shqipe. Super Sfida është një emision ku do të ballafaqohen dy ekipe me zveti. Ata do të garojnë në lojra të ndryshme se cila është më e bukur se tjetra. Në çdo lojë ata do të përzgjedhin lojtarin e tyre se kush do të luajë në lojën e caktuar. Gjithsej janë 10 lojra deri në 12 lojra varësisht prej minutazhe sa të na lejon koha. Sonte duhet ju shpjegoj vetëm rregullat e komplet kësaj gares. Organizatorët e kanë menduar këtë garë diçka të ngjashme me garën e kampionatit evropian të futbollit. Çka do të thotë që ekipet do të ndahen në 4 grupe, secili ekip do të garon me veti deri në çerek finale, pastaj kalojmë në gjysmë finale dhe në finale. Finalistët ose ekipi që do të bëhet kampion i kësaj gare të madhe do të fitoj një vetur fringo. Gjëja më e bukur për sonte që është kjo emision premier, i kemi 2 ekipe jashtëzakonisht, publiku i do shumë ata, gjatë tërë ditës që stresohemi, ata në mbrëmje na bëjnë të qeshim, na sjellin humorin në media tona. 2 ekipet vinë nga bota e media. I ftoj në skenë së pari ekipin e milionerit. Goni! Përshëndetje! Përshëndetje! Eo! Era autonom. Mirë se erdhët në këtë show të ri, ju faleminderit për prezencën. Ambicie shumë interesante, shumë sportive, shumë familjare. Shpresojmë që t'jetë një dritare e re e humorit, e relaksimit. E relaksimit, se për humorin është tjetër gjë pas. Po jo për humorin. E tje kjo një humor fizik si duke. Është. Humor fizik. Psikofizik. Pra, me pa dorim, të gjithë e shoh edhe publikun, edhe shikues e dashur e presin edhe ekipin e dytë. I ftojmë zyrja për gjithçka. Si duket, zyrja për gjithçka, si zakonisht problemet që ndodhen zyre, ju ndodhen edhe motor. Si duket, Donati është pozici, publikë. Përshëndetje. Brava, miserdhët në emisionin tonë të parë. Dona. Kundërshtor si jeni? A do të mullë, okej. 2 ekipe do të përballen me zveti. Pak të lashën se na jemi matri edhe me plesh është pak problem. Do më fani kam vetëm një shpjegim. Përse ky diferencim që në prezantim, ju erdhët me motor, filluat shohën. Po këta erdhën të motorizuar. Ne të milionerit, që ka dhe emri milion, e fjallë në erdhën në këmbë. Ajo keni marrë me limuzina kësi gjona. Me këta që nga në të rinjë dhe ne jemi më të vjetrit, atëre këta kanë ardhë pa gjunjë, me sa shikoj. Jo i keni motorat me veti, a?
Motorat me vetë ju e Ne paske... kemi motorat e gjethet. Ju e paske edhe një Sloven me vetë. Qelja, e një Sloven ju, hello. Ja. Goni, vetë titulli milioner, zakonisht milionerat gjatë tërë ditës janë ose në për udhëtime, kështu që Jo, nuk them, po që është relaksim. Po që për ta marrë vetëm në të mirë gjem çfarë do të thotë. Ne erdhëm në kënd, kjo është e rëndësishme. Atëherë të dashur miq, dy ekipet janë gati për të startuar këtë premierë të emisionit. Ta shohim se cila është loja e parë për sonte. Top. Në mesin e fushës vendoset topi i basketbollit dhe dy garuesit duhet ta godasin atë me topa të tenisit për ta shtyer topin e basketbollit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Garën e fiton ai i cili i pari fiton 3 raunde. Loja ka 5 pikë. Pra, si që e pa në dhe në prezentim, loja e parë top me top. Keni zgjedhur lojtarin cili do të luajë Goni? Po, para se ta zgjidhim lojtarin, nuk kam në emër të ekipit, ju urojmë sukses e ekipit kundërshtar në këtë sfidë. Fitofshi. Do të fitojmë. Do të fitojmë. Edhe nëse fitojmë një makinën, është më vështirë për të Po vendosur. fitojmë një makinën, për punë konflikt interesi, do fillojmë të azgjësojmë njëri tjetrin. Po ju keni më lehtë me Kemi më vendos. lehtë njëri tjetrin. E zon Jusha e fiton makinën. Po ne kemi edhe motorin, kështu që po ne ju merr motorin, ose për tjetër pastaj më falni, bie fjala që nëse një nga ju të dy është beqare dhe vajza ndërkohësisht beqare, i bie për zgjidhjen e makinës, i bie që të martohen për të marrë makinën. E kjo është dhe Do po... me thonë u kry edhe ky emision. Ej, falemderit shumë. Ishtë kratësi, falemderit. Kalon shumë. Keni zgjedhur lojtarin? Ma vesh e z... Kush do të luajë? Jo, s'mendoj me zgjedhërtarin, po cili do po më Don? Ha? Le të qetë Donati këtë radhë. Kalojnë edhe te fusha? Po, kalojnë te fusha. Po, lojtarët që E na tjertë me najt, ha? tjerë të lërinë. Po. Ne themi ti shtym zgjedhjet. Po. Ne kemi votuar. Se ja kemi marrë dorë tyre. Nuk keni drejt futni në fush, domethënë prej atje i gjuni topat, edhe çu e po në prezantim, topi duhet ta kaloj vin për me fitu. Kush do të luajë nga ekipi ju? Agroni. Goni? Hajde. Top. Oh! Goni, a ke qeni suksesshëm në ushtri për gjujtja apo jo? Për gjuajtje? Po. Gjuaja femra. Sa topa kemi drejt në mot. Te femrat futet edhe kafshët. Kam qenë gjatar, domethënë. Ky është. Ta presim startin. Po. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati mes këtyre dy garuesve, të shohim se cili prej tyre do të jetë më i suksesshëm në Donatin me pikën e parë. Një duart përpjekje për Donatin. Bravo, Doni! Goni! Pika e parë për grupin, zyrja për gjithçka. Shiko, më duket se fusha këte është kështu e pjerrë. Goni! Qa i bove. Duket topi që nga femën, moshkull. E hangra. Po e lash se gjithmonë kundërshtarin e marrë dhe e gënjej. I jap lojën e parë. Gjithçka gati për raundin e dytë. Garuesit startojnë. Shohim se cili do të jetë më i suksesshëm tani në raundin e dytë. Start! Është më i suksesshëm në fillim Llakaj, i cili mirë po sërish Donati e gjuan topin e kanë dalur Llakaj. 2-0 për Donatin. Është e një lojë. Edhe një. Më e suksesshme zyrja për gjithçka në 2 raundet e para. Goni edhe kështu e edhe ashtu e unë belojnë se u fute në fush. Po. Unë e paranova humbje në burë. Tre topa për je. Unë e paranova. Raundi 3 do të zhvillohet vetëm sa për sy e faqe. Donati për Jo, s'është sa për sy e faqe. Është për çështje dinjiteti.
Atëherë gjithçka gati. Është ndryshe 3-0, ndryshe 2-1. Bëni gati dhe filloni kur të jeni gati. Shohim nëse Agron Llakaj do të arrit ta ruaj dinjitetin e tij në këtë round të tretë. Startojmë. Start. 2-0 për Zyrën për gjithçka, ja dhe topi i tretë. 3-0 për ekipin e Donatit. Pikët e para për ekipin Zyrja për gjithçka. Kjo ishte fitore me mik. Sepse kjo ishte me pjerët pjesa këteja. Ishte me pjerët. Me i thate kundështari bravo i qoftë, unë e pranoj humbjen, kalojmë në zgjedhjet parakoshme. Loja e parë në asjellë. Dhe janë fitoren vetë. Me nder shok. Qysh e matche. Loja e parë Humbje me pra nder. ka 5 pikë. Fitoria i takon ekipit Zyrës për gjithçka. Ta morë rrotën e parë. Jo, ti do të dalë në Pra rezultati është 5-0 Goni. Duhet përcentrim pak më. Jo. Pranoj, humbja pjesë e lojës, apo s'është lojë. Vjetë loj motivuar. Nuk ka humbje. Unë e pranoj, unë thashë në fillim Deri tash kanë fitu fenerin e makinës. Loja e parë pra Goni mbaroi, i kemi edhe shumë lojra tjera, se cila lojë është. besoj të ka ardhur. Humbje dignitet. Goni tash jemi 5 me hiç. 5 me hiç. 5 me hiç rezultati. Vjetë loj motivuar. Kalojna në sfidën e dytë, ta shohim se çfarë sfide kemi tani.